Normal që jemi gati edhe dihet synimi i vllaznisë. Janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Besoj se flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato, nuk i meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi të ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë flamurtarin se ekip kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Do t'i përshtatim pak edhe kundërshtarit tonë, po ne e kemi lojën tonë, kështu që do shkojmë flamurtar për 3 pikë të radhës, edhe i shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të më shku nesër për 3 pikë të radhës. Po më i lehtësuar është për 3 pikë që i morëm me Tiranën, kështu që goli është vetëm një çershie mbi tort, por jam i gëzuar se i ndihmova ekipes me 1 gol. Jo, nuk është kjo forma më e mirë, kështu që do të jap maksimumin çdo ndeshje dhe e shoh edhe vetë se në këtë vit nihem mirë, çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me trajneri, beson shumë mu, edhe jam shumë i lumtur se kam ardhur te vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën. Diçka e re, po shumë mirë. Shumë mirë, mund të them se jam të undi mirë, u adaptova shumë shpejt, djem kam prit mirë edhe inshallah vetëm me fitore. Po këtë kemi thonë në fillim se kemi një grup shumë të mirë edhe në çdo pozicion kemi 2-3 lojtarë që janë shumë cilësor. Kështu që gjëja më e mirë është se nuk vret mungesa dikujt. Mund mos luaj nesër pas nesër unë apo dikush tjetër, edhe gjithmonë kemi një zgjidhje. Kështu që ky është fati jonë i mirë edhe pse kemi shumë mungesa, na mungojnë këta lojtarë, jemi tu i bë zgjidhje formacionit, kështu që ta shohim nesër si do jetë.